a sheni seriozitet në tek këto dy palë, pra, tek lëvizjeve të vendosje dhe tek Lidhja Demokratike e Kosovës, sepse ishte qartë qëndrimi PDK-s paraprakisht në seriozitetin e tyre thanë suksese. Këtë herë duket se ka vullnet pak më shumë. Unë mendoj që gjitha partitë politike pak janë kthjellë nga rënja e numrit të votuesve dhe kanë marrë si një farë sinjali apo si një farë alarmi për ta. E para, mirë po e dyta, krejt qëndron në atë se qysh e sheh këtë proces, do thot në aspektin konceptual. A e sheh themelimin e institucioneve si një proces i përbashkët apo si një proces i ndarë. Kryeministri në detyrë Kurti me deklaratën që e boni ku tha ne e bëjmë qeverinë ndërsa për president Barra ndahet, ai po i sheh si dy proceset ndara. Që unë mendoj që është gabim, sepse nuk mundesh me pa krimin e institucioneve në këtë fazë si dy procese ndara. Ai duk si zbutje pra prej këtij pozicioni e zotit Kurti kur doli nga takimi me LDK-n, sepse aty la të hapur mundësinë për një le të themi marrëveshje politike. Gjithëpërfshirëse? Gjithëpërfshirëse ose politike me LDK. Kemi parë edhe gjatë kësaj periudhe 18 mujore që s'patëm institucione, kemi parë që kryeministri në detyrë Kurti herë është zbutur, herë ka qenë më agresiv, ka ditë me taktizu shumë mirë në këtë proces. Herë ka bo lojë në distancë, herë ka thirrë në takime. Mirë po prapë, në qoftë se vazhdon me pa këtë proces si të ndarë, atëherë do dështoj. Pse do dështoj? Sepse nuk mund njëra pa tjetrën. Ty së dhe themelën qeverinë, emëron në fakt së pari kryetarin apo kryetarin e kuvendit, e themelën dhe qeverinë. Po s'mund është me shkututje pa prezident. E prezidenti varet për votave të opozitës. Prandaj, edhe herën e kaluar ku ishim këtu, mbothirje që të mos ngutët askush me emrim të qeverisë, pa pasur një marrëveshje gjithëpërfshirëse, pa siguru që do të jenë 80 deputet ullën në sallë, në mënyrë që të ecim edhe me emrimin e presidentit.